Nëse ti do të dobësohesh sa më shpejt të jetë e mundur, atëherë unë do të tregoj të vetmen gjë që të ndihmon ta djegësh djamin sa më shpejt. E zëm se ti je në një regjim ushqimor me një kalori deficit prej 500 kalorish. Të hënën ndjek të regjimin dhe je minus 500 kalori. Të martën e njëjta gjë dhe je minus 500 edhe minus 500 në total 1000 kalori deficit. Të mërkurën përsëri e njëjta gjë, të enjten gjithashtu dhe në total je në një kalori deficit prej 2000 kalorish. Por çfarë ndodh? E zëm se të premten të fton shoqëria ose familjarët për të dalë jashtë dhe për të darkuar. Dhe ti je detyruar që të konsumosh një vakt të gatshëm, për shembull një pica, dhe ja ti ki more sërish 2000 kalori, që do të thotë ti e zerove totalisht progresin që bëre gjatë gjithë javës. E di që të duket e vështirë që të sakrifikosh gjatë gjithë javës, ndoshta të heqësh dorë nga ushqimet, të pish shumë ujë, ndoshta të bësh kardio apo stërvitje dhe e gjitha kjo të zerohet vetëm nga një vakt jashtë në fundjavë. E di që duket shumë stresuese, por të lutem, nëse do të dobësohesh sa më shpejt të jetë e mundur, nuk duhet ta tradhtosh regjimin tënd ushqimor. Është njësoj sikur të jemi duke ngjitur një malore me makinë dhe ti je duke shtypur frenat gjatë gjithë kohës, atëherë nuk do të arrish kurrë sa më shpejt të jetë e mundur në destinacionin tënd. Por në të kundërt, nëse je një person që këtë muaj e ke ndarë mendje që do nisesh një plan dobësimi dhe do e çosh nga fillimi deri në fund për 30 ditë, një plan i cili nuk ka të bëjë me dieta drastike, përkundrazi duke konsumuar 3 vakte në ditë ti do fillosh të humbasësh kile, të shfrysh barkun dhe të largosh urinë nervore apo nepset për ëmbëlsira. Ajo çfarë duhet të bësh është thjesht të lësh një koment këtu dua, unë do të dërgoj planin e personalizuar për rastin tënd, ti thjesht do ndjekësh këshillat e mia që janë shumë të lehta për tu ndjekur dhe ke për të parë se si do të fillojnë të zbresin kilet nga peshorja. Është shumë e lehtë, ju mirëpres.